CNN, prova të fshehta bërthamore, SBA akuza Kinës, administrata Trump thirrje për një marrëveshje më të gjerë për armët nukleare. Shtetet e Bashkuara akuzuan të premten Kinën për kryen e një prove të fshehtë bërthamore në vitin 2020, ndërsa administrata Trump bën thirrje për një marrëveshje më të gjerë për armët bërthamore që të përfshijë Kinën ashtu edhe Rusinë. Akuza vjen një ditë pasi traktati i fundit i mbetur për kontrollin e armëve bërthamore midis SBA-s së Rusisë kadoi, duke i lënë superfuqitë të mëdha bërthamore në botë pa kufizime në arsenalet e tyre. Presidenti Trump dhe zyrtarë të tjerë të lartë në administratën e tij kanë bërë të qartë se nuk do t'i përmbajnë kufizimeve të traktatit New START dhe në vend të kësaj ata kanë argumentuar se ka nevojë për një marrëveshje të re për të përgjigjur kërcënimeve nga Moska dhe Pekini. Dhe Trump vitin e kaluar bëri thirrje për rifillimin e testeve të armëve bërthamore të SBA. Sot mund zbuloj se qeveria e Shtetit Bashkuar është në ndjeni se Kina ka kryer teste eksplozive bërthamore duke përfshirë përgatitje për testën me rendimente përcaktuar qindra tonë, tha nën sekretari i shtetit për kontrollin e armëve dhe sigurinë Thomas Dinano në një fjalim në konferencën globale për çarmatimin në Vjenë. Kina krijoi një provë të tillë bërthamore me rendiment në 22 qershor 2020, ai pa dhënë detajet më mëtejshme. Një zyrtar i lartë amerikan i tha CNN-it se informacioni në lidhje me provën e Kinës në vitin 2020 ishte i deklasifikuar. Dinano akuzoi ushtrinë kineze se po përpiqet të fshinte testimet mbi shpërthimet bërthamore, se ajo i pranoi që këto teste shkelin angazhimet për ndalimin e testeve. Kina ka përdorur shkëputjen, një metodë për të ulur efektivitetin e monitorimit sismik për të fshehur aktivitetin e saj nga bota, tha ai. Sipas ekspertëve, shkëputja ndodh kur gërmohet një shpellë e madhe për të zvogëluar aktivitetin sismik.